Ndalimi i 3 zyrtarëve të Vlenit në kufi, policia e Shqipërisë vlerëson se nuk ka nevojë për panik, problemi ka qenë te një person i katërt që i ka shoqëruar ata. Nisi gjykimi i vrasësit Serik, gjatë gjithë kohës ai mbajti syt në tavan, tërhiqet, avokati mbrojtës shtyhet seanca. Kryeministri Hristian Mickoski tha se grupi parlamentar i shumicës është i gatshëm për çdo lloj kompromisi me opozitën për ndryshimet në kodin zgjedhor. Vera në kryeqytet është e papërballueshme, qytetarët kërkojnë që çdo lagje të Shkupit të ndërtohen pishina dhe të ketë më shumë parqe dhe gjelbrim. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Policia e Shqipërisë vlerëson se situata e krijuar një ditë më parë me zyrtarët e partisë Vlen, Bekim Çoku, Adnan Azizi dhe Asim Murtezani nuk është ndonjë rast i izoluar dhe nuk ka vend për panik. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shqipërisë sqaroi se problemi ka qenë te personi i katërt që i ka shoqëruar zyrtarët politik pasi ka pasur probleme me ligjin dhe pasi ai nuk është lejuar të kalojë kufirin. 3 zyrtarët kanë refuzuar të kalojnë kufirin dhe janë kthyer për në Maqedoni. Paraprakisht, krye parlamentari Afrim Gashi shprehu shqetësimin e tij për situatën e krijuar në pikën kufitare Qaftan. Panik e panevojshme apo situatë tensionuar e raporteve shtetërore të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Sipas autoriteteve të Republikës së Shqipërisë, situata e krijuar një ditë më parë me zyrtarët e partisë Vlen nuk është ndonjë rast i izoluar dhe nuk ka vend për panik. Sipas drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shqipërisë, Madhor Skender Hita, problemi ka qenë te personi i katërt që ka shoqëruar zyrtarët politik, pasi ka pasur probleme me ligjin dhe meqense ai nuk është lejuar të kalojë kufirin, 3 zyrtarët kanë refuzuar të hyjnë në Shqipëri dhe janë kthyer për në Maqedoni. Dhe u zhbër me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Prandaj nuk është rast që është i veçuar apo izoluar, kjo është puna për vite policisë kufitare. Ne zakonisht mesatarisht në vit, gjatë vitit 2025 kemi kthyer dhe persona tjerë në 625 raste, edhe gjatë këtij 6 mujorit parë kemi të evidentuar dhe të kthyer persona në 425 raste të tjera, kështu që kjo është një punë e përditshme dhe nuk ka ndonjë vend për panik apo. Ndërkohë, paraprakisht kryeparlamentari Afrim Gashi shpreh shqetësimin e tij për situatën e krijuar në pikën kufitare Qaftan. Sipas Gashit, deputetët janë përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve dhe bartës të mandatit kushtetues. Prandaj, si shprehet, çdo veprim që prek autoritetin dhe funksionin e tyre duhet të jetë në përputhje me standardet më të larta të respektit dhe dinjitetit. Duke vlerësuar marrëdhëniet e tradicionale fqinjësore, mbi të gjitha ato vëllazërore, ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, besoj dhe pres për një sqarim të plotë dhe transparent, i cili do t'i shërbejë jo vetëm zbardhjes së rrethanave të këtij rasti, por edhe ruajtjes së besimit reciprok, respektit institucional dhe frymës së bashkëpunimit që duhet të karakterizojë marrëdhëniet tona. Një ditë më parë, koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit, Bekim Çoku, deputeti Adnan Azizi dhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i qeverisë, Asim Murtezani, thanë se u ndaluan rreth një orë në pikën kufitare me Shqipërinë. Më vonë, përmes një reagimi të gjatë në Facebook, Çoku ankua përpritje rreth një orë në kufi, ndërsa renditi arsyet eventuale për ndalesën e tyre, ndërto mbështetja e tij për protestat në Shqipëri, ndërsa situata në kufi e quajti absurde. Edhe Partia Vlen kërkoi sqarim nga autoritetet e Shqipërisë për këtë ndodhi. MPB njofton se së shpejti do të vendoset sistemi i kontrolleve të përbashkëta kufitare me Shqipërinë, duke thënë se me nënshkrimin e marrëveshjes me Republikën e Shqipërisë po përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi modern me të gjithë fqinjet tanë, të cilët nuk janë pjesë e zonës Schengen.
Ky nuk është vetëm një projekt infrastrukturor apo administrativ, ky është një investim në komunikim më të shpejt mes njerëzve, bashkëpunim më të fuqishëm ekonomik, lëvizshmëri më të madhe dhe kufi edhe më të sigurt. Ne vazhdojmë të ndërtojmë një ministri të punëve të brendshme moderne, e cila zbaton zgjidhje evropiane që përmirësojnë drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve dhe bëjnë Maqedoninë më të lidhur, më të sigurt dhe më konkurruese, kanë thënë nga MPB. I akuzuari për vrasjen e 5 vrasjeve dhe 2 tentativeve për vrasje, Trajko Bojkovski nga Negoriçani Vjetër i mbajti syt në tavan gjatë seancës gjyqësore ndaj tij, gjë që detyroi edhe avokatin e tij të tërhiqej nga mbrojtja. Sipas prokurorisë, për shkak se me vetdije ka marrë jetën e disa grave, ai rrezikohet të dënohet me burg nga 10 vite deri në burg të përjetshëm. Gjykimi për vrasjet mizore serike të tij kishte nisur, por ai mbante syt në tavan. Kështu kishte vazhduar edhe kur gjykatësia e pyet për tu deklaruar nëse ndjen fajsi për vepra që i ngarkoheshin. Për shkak se ai nuk dha asnjë përgjigje dhe bëri që edhe avokati i tij të tërhiqej nga mbrojtja, gjykata themelore e Kumanovës e shtyu seancën e parë ndaj 25-vjeçarit Trajko Bojkovski nga Staro Nagoriçani, i cili akuzohet për një seri veprash të rënda penale, duke përfshirë 5 vrasje dhe 2 tentativa për vrasje. Sipas akuzës së prokurorisë, vrasja e parë dyshohet të jetë kryer nga ai mes 5 dhe 6 janarit të vitit 2025 në fshatin Kleqovc, ku i akuzuari ka vrarë një grua të moshuar në shtëpinë e saj. Në periudhën mes 5 dhe 7 qershorit të vitit 2025 në fshatin Dragomanc, në mënyrë të ngjashme i mori jetën edhe një gruaje tjetër, ndërsa më 22 korrik të vitit 2025 në fshatin Qellopek ka tentuar të vrasë një grua, por është arratisur pasi ajo ka filluar të therras djalin e saj. Por ky rast nuk e ka zmbrapsur që ai të ndalojë veprimtarinë e tij të errët. Mes datave 17 dhe 18 janar të vitit 2026 në Nagoriçan të Vjetër, ai ka vrarë një grua tjetër, ndërsa mes datave 5 dhe 6 shkurt të vitit 2026 në Qellopek ka privuar nga jeta edhe një grua tjetër të moshuar, ndërsa rasti i fundit sipas prokurorisë daton më 9 shkurt të vitit 2026, ku në Qellopek ka tentuar sërish të marrë jetën një gruaje, por ka hequr dorë dhe është arratisur pasi ka dëgjuar një zhurmë. Sipas prokurorisë, për shkak se me vetdije ka marrë jetën disa grave, sipas nenit 123 paragrafit 3 të kodit penal, ai rrezikohet të dënohet me burg nga 10 vite deri në burg të përjetshëm. Hetimi për të sipas prokurorisë kishte treguar se ai kishte bërë llogaritje kur ka kryer vrasjet dhe se ato i kishte bërë nga urrëtia ndaj grave. Një dramë e vërtet u zhvillua mbrëm në Ohër kur një makinë Range Rover fillimisht nuk u ndal për patrullën e policisë dhe më pas kur policia arriti ta ndalonte ndodhi një tragjedi kur pasagjeri i shoferit gëlltiti një pako me drogë pas së cilës vdiq. Me datën 8/7/2026 në orën 22:30 në bulevardin turistik në Ohër, i më 32 vjeç nga Ohri u privua nga liria. Ai duke drejtuar një automjet pasagjerësh Range Rover me targa kombëtare çeke, nuk ndaloi automjetin pas një sinjalit të dhënë nga patrulla e policisë, por iku dhe pas veprimeve shtesë u ndalua. Në atë kohë, oficerët e policisë vunë rese SP 44 vjeç nga Ohri në automjet, i cili më njëherë gëlltiti një pako me narkotik, pas së cilës gjendja e tij shëndetësore u përkeqësua, thuhet në komunikatën e MPB-s. Policët thirrën shërbimin e ndihmës së shpejtë dhe SP u transferua në spitalin e përgjithshëm në Ohër. Atje pavarësisht masave të marra mjekësore ai vdiq. Me urdhër të prokurorit publik sot do të kryhet autopsia në spitalin e përgjithshëm në Manastir. Sipas udhëzimeve të prokurorit publik, po merren masa për sqarimin e plotë të incidentit. Kryeministri Hristian Mickoski tha se grupi parlamentar i shumicës i gatshëm për çdo lloj kompromisi me opozitën për ndryshimet në kodin zgjedhor. Megjithatë, ai vlerëson se mënyra aktuale e votimit të diasporës nuk i përgjigjet kapacitetit real të mërgjimtarëve. Ai sqaroi se Maqedonia e Veriut kishte 10 reforma që duhet i përfundonte deri në fund të qershorit, por afati është shtyrë deri në mesin e korrikut.
Kryeministri Kristian Miskoski ka deklaruar se VMRO DPMN mbetet e hapur për konsensus rreth ndryshimeve në kodin zgjedhor. Miskoski tha se ende pret propozimin e opozitës për kodin zgjedhor në mënyrë që ai të miratohet dhe vendi të përmbush të gjitha 10 reformat e parashikuara, të cilat duhet të përfundojnë deri në mesin e këtij muaji. Sipas tij, deputetët e shumicës parlamentare kanë një qendrim të harmonizuar se do të pranojnë çdo propozim të opozitës, përsa ai përfshin rekomandimet e OSBE Odihrit dhe votimin e diasporës. Седнете, договорете се во опозиција. Nga ana e grupit parlamentar të shumicës kemi një qëndrim të qartë. Na tregoni çfarë dëshironi, vendosini në letër dhe ne do ta pranojmë. Kushti vetëm është që të përfshihet votimi i diasporës. Një njësi zgjedhore, le të jetë një njësi zgjedhore. Më shumë financim për partitë. Edhe këtë e pranojmë. Madje, ne do të heqim nga pjesa jonë, edhe pse jemi partia më e madhe politike, që ata të marrin më shumë. Nuk kemi asnjë problem. Çfarëdo që mendojnë se duhet të përfshihet, ne do ta mbështesim. Fatkeqësisht, deri më sot nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga opozita. Ai sqaroi se Maqedonia e Veriut kishte 10 reforma që duhet i përfundonte deri në fund të qershorit, por afati është shtyrë deri në mesin e korrikut. Sipas tij, kodi zgjedhor është reforma e fundit që duhet të miratohet. Miskoski theksoi se edhe pas disa ditësh, opozita ende nuk ka arritur një qendrim të përbashkët. Ne vlerësojmë se mënyra aktuale e votimit të diasporës nuk i përgjigjet kapacitetit real të mërgjimtarëve. Ata nuk kanë mundësi të ushtrojnë të drejtën e votës në numër të mjaftueshëm, veçanërisht bashkëdhetarët tanë në Australi, Kanada dhe vendet e tjera përte oqeanit, të cilët duhet të udhtojnë me orë të tëra vetëm për të votuar. Ai shtoi se veprimet aktuale të levicës janë vetëm një teatr politik për një numër të vogël votuesish që ende u besojnë atyre. Afati skadon më 15 korrik dhe realizimi i kësaj reforme. Kryeministri tha se varen rreth 4 milion euro që Maqedonia e Veriut do t'i merrte nga Bashkimi Evropian. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme të Maqedonisë së Veriut, Tymço Mucunski, për rezultatet e samitit në NATO në Ankara, deklaron se duke vlerësuar vendimet e marra do të forcojnë më tej aleancën dhe do të kontribuojnë në avancimin e sigurisë kolektive. Mesazhi është i qartë, NATO po i përmbush detyrat. Ne kemi konfirmuar angazhimin ton të përbashkët për investime më të mëdha në mbrojtje, forcimin e mëtejshëm të aftësive mbrojtëse, një shpërndarje më të drejtë të përgjegjësive midis aleatëve dhe mbështetje të vazhdueshme për Ukrainën, ka shkruar Mucunski. A informoj se në margjinat e samitit pati disa takime dypalëshe me kolegë nga vendet antare të NATO si dhe me përfaqësues të lartë të vendeve aleate dhe partnere. Bisedat, siç theksoi ai, u përqendruan në marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin brenda NATO si dhe sfidat aktuale të sigurisë rajonale dhe globale. Studimi gjenerate arshme, çfarë dim, dezinformimi, keq informimi në Ballkanin Perëndimor tregon se të rinjët e moshës 18 deri në 30 vjeç në 6 vendet e rajonit përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut përballen me mbingarkesën e informacionit dhe shpesh e vlerësojnë besueshmërinë e lajmeve përmes sinjaleve të shpejta. Profesori i Universitetit Nën Tereza Agron Vrangalla vlerëson se edukimi mediatik është i domosdoshëm dhe do të ishte mirë të vendosej si lëndë obligative në shkollën fillore apo edhe në të mesmen. Në kohën kur informacioni është vetëm një klikim larg, të rinjt përballen çdo ditë me një vërshim lajmesh dhe përmbajtjesh në internet, nga ku dallimi mes informacionit të saktë dhe dezinformimit po bëhet gjithnjë e më i vështirë. Studimi Gjenerata e ardhshme, çfarë dim, dezinformimi, keq informimi në Ballkanin Perëndimor, tregon se të rinjt e moshës 18 deri në 30 vjeç në 6 vendet e rajonit, përfshirë edhe Maqedoninë e Veriut, përballen me mbingarkesë informacioni dhe shpesh e vlerësojnë besueshmërinë e lajmeve përmes sinjaleve të shpejta, si burimi, numri i shpërndarjeve apo rekomandimet në rrjetet sociale, e jo përmes verifikimit të plotë. Profesori i Universitetit Nën Tereza, Agron Vrangalla, vlerëson se duhet të krijohen filtra dhe kritere më të repta për ata që prodhojnë informacion, pasi sipas tij, jo çdo person që ka mundësi të publikojë përmbajtje është domosdoshmërisht i kualifikuar për të prodhuar informacion. Ma merr mendja që është shumë e rëndësishme që të krijohen filtra ose të krijohen kritere pak më të rrepta për ata që prodhojnë informacion. Sepse keni parasysh, unë dhe ju mund të dim të gatuajmë diçka në kuzhinë, por nuk jemi shefa kuzhine, ose mund të dim
në aspekt shkencor të flasim për atone, elektrone, protone, por nuk jemi ekspert të fizikës kuantike. Kështu që edhe për të prodhuar informacion, me siguri që duhet një lloj kualifikimi. A i tha se edukimi mediatik duhet të shihet si një nevojë domosdoshme në sistemin arsimor, pasi përmes tij të rinjt do të pajiseshin me njohuri dhe aftësi për të dalluar informacionet e sakta nga dezinformatat. Për këtë gjë, unë mendoj që është shumë e rëndësishme një gjë e tillë dhe për shembull ta zëm nëse edukimi mediatik do të ishte lëndë obligative në fillore apo në të mesme, edhe pse ne vlerësojmë se në fillore është shumë më me rëndësi, sepse është tamam mosha kur të rinjt ka potencial për të futur disa kanaleve jo të sigurta nëpër media sociale. Dhe në këtë mënyrë ne të paktën ndoshta nuk do ta ndalonim 100%, por do të ishte një mekanizëm i rëndësishëm që brezat të kenë një lloj formimi pak më të fuqishëm për sa i përket përdorimit të rrjeteve sociale dhe mediumeve në përgjithësi. A i theksoi se mungesa e njohurive bazë për verifikimin e informacionit shpesh çon në krijimin e një ambienti të kontaminuar mediatik, ku lajmet e rreme dhe dezinformatat mund të përhapen më lehtë. Prandaj, sipas tij, formimi i brezave të rinj me kulturë mediatike mbetet një nga hapat kryesor për një shoqëri më të informuar dhe kritike. Qytetarët e Shkupit ankohen se kryeqyteti nuk ka hapësirë të mjaftueshme rekreative që du t'ua lehtësonin përballimin e vapës së verës. Ata kërkojnë që në çdo lagje të Shkupit të ndërtohen pishina dhe të ketë edhe më shumë parqe dhe gjelbërim. Me ardhjen e temperaturave të larta gjatë stinës së verës, qytetarët e Shkupit po përballen me mungesën e hapësirave rekreative dhe vendeve ku mund të freskohen. Shumë prej tyre ankohen se në qytet ka pak parqe dhe sipërfaqe të gjelbërta, ndërsa vendet për pushim dhe relaks janë të kufizuara. Sipas qytetarëve, Shkupi ka nevojë për më shumë gjelbërim, parqe dhe hapësira rekreative që do t'ua lehtësonin përballimin e vapës së verës dhe do të përmirësonin cilësinë e jetës në qytet. Nažalost nema. Nuk ka, për fat të keq nuk ka. Po nëse flasim për Ohrin, për liçenin e Ohrit është ndryshe, por këtu çfarë të them? Këta vetëm kanë caktuar të ndërtojnë ndërtesa, njëra pas tjetrës. Për fat të keq nuk kemi gjelbërim. Një qytetar theksoi se në çdo lagje të Shkupit duhet të ndërtohen pishina dhe shatërvan. Pa ima i nema da vi kažem. Ka edhe nuk ka, çfarë t'ju them? Mendoj se ndoshta deri diku mjaftojnë parqet, sipërfaqet e gjelbërta dhe shëtitoria përgjatë lumit Vardar. Megjithatë, duhet të ndërtohen dhe të krijohen më shumë hapësira të reja në shumë lagje të Shkupit. Përgjatë Vardarit, jo vetëm pishina, por duhet të ndërtohen edhe në lagje si të Karposhtit, Aerodromit, Kiselavodës dhe lagje të tjera. Ne, definitivno nema. Jo, definitivisht nuk ka, është vetëm parku i qytetit dhe fal Zotit që e kanë ruajtur pjesën e vjetër, ndërsa tani edhe pjesa e re po merr bukurinë e saj. Nuk ka, Shkupi nuk ka pishina, për fat të keq. Kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë nuk ka pishina. Duhet të ndërtohen disa qendra të bukura ku njerëzit mund të freskohen. Për shembull, kur ne po riteshim ishte Kalaja. Ndërkohë, një tjetër qytetare tha se njerëzit po digjen nga asfalti dhe se pishinat që ekzistojnë nuk janë funksionale. Ne. Jo, nuk ka, sepse këtu po digjemi mbi asfalt. Shpesh shkojmë në parkun e Gruas sepse e kemi afër dhe edhe në parkun e qytetit nuk ka mjaftueshëm. Edhe ato pishina që ekzistojnë nuk janë funksionale. Nga përgjigjet e qytetarëve shihet se ekziston një nevojë e madhe për investime në gjelbërim, pishina dhe vende freskuese. Ministria iraniane e shëndetësisë ka njoftuar se sulmet amerikane të kryera me 89 korrik në 5 provincat të Iranit kanë shkaktuar të paktën 14 viktima dhe 78 të plagosur. Për shkallëzimi fundit i tensioneve vjen pas dështimit të armëpushimit të arritur muajin e kaluar. SBA akuzoi Irani për sulmet ndaj 3 anijeve tregtare në ngushticën e Ormuzit dhe më pas ndërmori një seri operacionesh ushtarake ndaj objektivave iraniane.
Komanda qendrore SBA bëri të ditur se gjatë 2 ditëve u goditën mbi 170 objektiva ushtarake përfshirë sistemet të mbrojtjes ajrore, baza raketore, kapacitetet detare dhe objekte të trupave të gardës revolucionare islamike, me synimin për të parandaluar sulme të tjera ndaj anijeve ndërkombëtare. Në kundërpërgjigje, Irani ka kryer sulme me dron dhe raketa ndaj objekteve që i cilëson ushtarake amerikane në Bahrej dhe Kuvajt. Siria ka përshëndetur vendimin e administratës amerikane për të hequr procesin e heqjes së vendit nga lista amerikane e shteteve sponsorizuese të terrorizmit që u komunikua pas bisedimeve mes presidentit Ahmed al-Shara dhe presidentit amerikan Donald Trump në kryeqytetin turk Ankara. Ministria e Jashtme siriane tha se ky hap shënon një zhvillim të rëndësishëm në rrjedhën e marrëdhënieve siriano-amerikane të bazuara në dialog, respekt të ndërsjellë dhe interesa të përbashkëta. Ajo tha se heqja e këtij përcaktimi së bashku me heqjen e sanksioneve do të rrisë mundësitë për rimëkëmbje ekonomike, do të krijojë kushte për indërtim, do të nxjisë tregtinë dhe investimet ndërkombëtare, si dhe do të mbështesë sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Siria ka mbetur në listën e Washingtonit të shteteve sponsorizuese të terrorizmit që nga viti 1979, një përcaktim që shihet gjithësisht si një nga pengesat kryesore që vazhdojnë të pengojnë rimëkëmbjen ekonomike të vendit. Presidenti palestines Mahmud Abbas nxori një dekret presidencial duke caktuar datën 28 nëntor 2026 si datë për zgjedhjen legjislative të njoftoi sot Agjencia Zyrtare e Lajmeve. Dekreti u bën thirrje palestinezëve në Quds, bregun perëndimor dhe rripin e Gazës të marrin pjesë në zgjedhje të lira dhe të drejtpërdrejta legjislative për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Legjislativ Palestines. Abbas, i cili ka qenë në pushtet për 21 vjet pasi mori detyrën në janar 2005, u zgjodh për një mandat 4 vjeçar, por ka mbetur në detyrë pasi zgjedhjet e mëvonshme presidenciale dhe legjislative u shtyn vazhdimisht. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë nga Etja, ka nisur afati kushtetuesi 30 ditëve për konstituimin e legjislaturës së 11 të Kuvendit të Kosovës. Deputetët e rinj kanë kohë për konstituimin e legjislaturës së re deri më 7 gusht. Ushtruesja e detyrës së presidentes Alvulin Haxhiu, duke mos dhënë datë specifike, ka deklaruar se në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese seanca konstituive e Kuvendit do të thirret brenda afatit të përcaktuar me kushtetut, duke hapur rrugën për themelimin e institucioneve të reja të dala nga vullneti i qytetarëve. Partisë më të madhe Lëvizjes Vetëvendosje i takon e drejta për propozimin e kryetarit të Kuvendit, i cili zgjidhet me shumicë të thjeshtë ndërsa bazuar në aktgjykimin e kushtetuesës. Nëse kandidati nuk i merr votat pas 3 tentimeve, do të propozohet kandidati tjetër. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendje. Bashkë mirupafshim.